Anëtarët e shoqatës kombëtare të ushtarakëve në lirim, rezervë dhe pension tek Gjirokastër zhvilluan takimin e tyre vjetor, i cili këtë vit u shoqërua edhe me mbledhjen zgjedhore për drejtimin e ri të degës. Aktiviteti u organizua në kuadër të 30 vjetorit të krijimit të shoqatës, duke bërë bashkë ushtarak në rezervë e pension, drejtues dhe të ftuar. Në fjalën e tij, kryetari i shoqatës Hamid Gojani vlerësoi kontributin që ushtarakët në rezervë kanë dhënë ndër vite në shërbim të vendit, duke theksuar se shoqata vijon të jetë një zë i rëndësishëm në mbrojtjen e interesave të tyre dhe në ruajtjen e traditave më të mira të ushtrisë shqiptare. Sipas planit, sot kishim takim me ushtarakët e garnizonit të Gjirokastës për një organizim më të mirë të degës dhe njëkohësisht për të folur lidhur me 30 vjetorin e krijimit të shoqatës, për cilën është bërë një libër dhe është lënë në dispozicion të ushtarakëve këtu për të parë. Njëkohësisht morëm pjesë edhe në zgjedhjet e reja që bën në degën e Gjirokastës, edhe për këtë jemi të kompletuar, sepse u gjetë një mirëkuptim shumë i mirë midis ushtarakëve për të zgjedhur ato kolegë që dëshirojnë ata. Pas influencën tonë, si në çdo vend tjetër në degë tjetër. Mendojmë që ushtarakët e garnizonit të Gjirokastës, këto në rezervë dhe pension, do të ketë një organizim më të mirë tani tutje, edhe me një përparësi në evente më të rëndësishme, qoftë misionet e degës, shoqatës kombëtare të ushtarakëve në rezervë, njëkohësisht edhe për evente të tjera që lidhen me simbolet e luftës në sërë shqiptare, duke pasur parasysh problemet e edukimit patriotik në vend. Gjatë takimit u zhvilluan edhe zgjedhjet për struktura drejtuese të degës së Gjirokastrës, si dhe promovimi i librit 30 vjet shoqata kombëtare ushtarakëve në rezervë Shqipërisë, një botim që pasqyron historikun, aktivitetin dhe kontributin e shoqatës kombëtare të ushtarakëve në lirim, rezervë dhe pension gjatë 3 dekadave të saj.